Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar sot nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës studentët për nisjen e vitit të ri akademik 2025-2026 në universitetet publike dhe private. Sot nga Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës uroj të gjithë studentët shqiptar për nisjen e këtij kapitulli të ri të dijes. Ju jeni gjenerata e ndërtimit të së ardhmes. Shqipëria ka nevojë për ju. Vetëm përmes një arsimi cilësor ju mund të bëheni jo thjesht të diplomuar, por qytetar të përgjegjshëm, profesionist të aftë dhe udhëheqës të së ardhmes, shkruan Begaj. Por studentët që ulen në auditor, por eduktohen me shpejtësi nga viti në vit, duke bërë që numri i tyre në pjesën ndërmuese të fakulteteve të jetë shumë më i ulët se kapacitetet universitare. Këtë vit, 16.000 student ishin regjistruar në raundin e parë të studimeve në ciklin bachelor, nga rreth 19.000 një vit më parë, sipas burimeve zyrtare nga rektorati. Numri i studentëve në arsimin e lartë në Shqipëri ka pësuar rënje të dukshme gjatë dekadës së fundit, veçanërisht në universitetet publike. Nga rreth 117.000 student në vitin 2016, në vitin 2024 numri ka rënë në rreth 86.900, duke reflektuar tranzicionin demografik të vendit me rënjen e lindjeve dhe emigracionin e lartë të rive. Universiteti i Tiranës mbetet institucioni më i madh në vend, por ka humbur pothuajse 6.000 student ndërmjet 2016 dhe 2024, ndërkohë që rënja ka qenë edhe më e fortë në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin e Vlorës. Rënja e numrit të studentëve në arsimin publik është në kontrast me tendencën e sektorit privat. Në vitin 2016, në institucionet jo publike të arsimit të lartë ishin vetëm 24.000 student, ndërsa në vitin 2024 shifra ka arritur mbi 37.000. Të dhënat tregojnë për një zhvendosje të preferencave të rinjve nga universitetet publike drejt atyre private, të cilat ofrojnë programe më praktike dhe më të lidhura me punësimin. Ndërkohë ka zhvendosje të preferencave nga degët teknike dhe bujqësore drejt mjekësisë dhe profesioneve që lidhen me tregun e punës. Shumë universitete në qarqet e vendit kanë pësuar rënje më të fortë, pasi të rinjt preferojnë kryeqytetin ose po largohen jashtë vendit.